Pas 14 viteve munges, ikonat e vjedhura nga kisha Fjetja e Shënmërisë në Labovën e Kryqit janë rikthyer atje ku i përkasin. Rikthimi i tyre u bë i mundur fal një operacioni të suksesshëm të Policisë së Shtetit dhe bashkëpunimit të ngushtë institucional mes Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Institutit Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore. Lajmi u bë i ditur gjatë një takimi zyrtar në Ministrinë e Kulturës, ku Ministri Blendi Gonxha priti fort lumturinë e tij kryepeshkopin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Joanin. Gjatë fjalës së tij, Ministri Gonxha theksoi se ekspertët kanë identifikuar 10 ikona me vlera të larta historike dhe shpirtërore, të cilat ishin vjedhur nga një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare në jug të vendit. Ekspertët identifikuan 10 ikona të vjedhura nga kisha Fjetja e Shënmërisë në Labovën e Kryqit, të cilat sot po i rikthehen kishës ortodokse pas 14 vitesh mungese. Jo vetëm u shpëtuan nga trafikimi pasuritë kulturore, por është edhe një shembull shumë domethënë suksesi, i cili dëshmon qartë se sa i etik është regjistrimi i pasurive kulturore si mjeti i vetëm dhe i besueshëm për identifikimin më pas të tyre dhe të origjinës tyre, në rastet ku ato rrezikojnë të trafikohen apo humbasin apo kur kapen nga policia. Ky rikthim nuk është vetëm një akt ligjor, por edhe një akt drejtësie historike dhe shpirtërore. Bashkëpunimi me Policinë e Shtetit dhe me kryepeshkopin dhe me të gjitha komunitetet fetare do të vijojë pa ndërprerje me qëllim gjetjen dhe rikthimin e objekteve të tjera të deklaruara si të humbura në një angazhim të pakompromis për mbrojtjen e trashëgimisë sonë kulturore. Qëllimi ynë është i qartë të mbrojmë trashëgiminë tonë kulturore, ta restaurojmë dhe të japim identitetin e merituar vendit tonë në këtë mozaik unikal të trashëgimisë kulturore. Nga ana e tij, kryepeshkopi Joan shprehu mirënjohjen për të gjitha institucionet dhe individët e përfshirë në gjetjen dhe kthimin e ikonave. Ai theksoi se këto objekte nuk janë vetëm vepra arti, por pjesë e identitetit kulturor dhe shpirtëror të vendit, duke shtuar se mbrojtja e tyre përbën edhe një vlerë për identitetin evropian të Shqipërisë. Dua të falenderoj gjithë ata njerëz që i gjetën dhe i mblodhën 10 ikona shumë të bukura dhe shumë të rëndësishme për historinë tonë. Dhe sidomos jam shumë mirënjohës ndaj ministrit, i cili pata angazhimin, dëshirën për t'i kthyer përsëri kishës ortodokse. Ne jemi të gjithë të angazhuar për ta mbrojtur këtë kulturë e këtë identitet. E kjo është një nga pasaportat tona edhe për identitetin ton europian e të kulturës europiane. Besoj që bashkëpunimi do vazhdojë edhe më tej për të mirën e të gjithëve. Takimi u shoqërua edhe me diskutime mbi bashkëpunimin e mëtejshëm mes Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, institucioneve të trashëgimisë kulturore dhe kishës ortodokse për restaurimin dhe ruajtjen e kishave dhe manastireve që gëzojnë statusin monument kulture.